Me sjelljen dhe me veprimet e sotme të partive opozitare ka kulmuar apo është materializuar në tërësi ajo çfarë kemi thënë prej fillimit. Pra për tash e 9 muaj, apo më tepër se 9 muaj, partitë opozitare bashkë me Listën Serbe janë barrikaduar kundër Albin Kurtit. Pra qëllimi i vetëm i tyre është shndruar kundërshtimin ndaj Albin Kurtit pa pasur as alternativë, por edhe duke lënë çdo interes shtetëror e interesat e qytetarëve anash. Pra, edhe pse seanca realisht ishte për të votuar mandatarin Glau Konjufca për kryeministër, ju e patë që të gjitha fjalimet e përfaqësuesve të grupeve parlamentare opozitare ishin kundër Albin Kurtit. Domethënë, këta janë gjendje me i lanë edhe 700 punëtorë të RTK-s pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 85.000 shërbys publik pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 400.000 fëmijë pa shtesat fëmijëve dhe 300.000 pensionistë pa pensione, vetëm që mos rastisht dikush po ja le fajin Albin Kurtit e që këta pastaj me dalë edhe me kritiku Albin Kurtit. Domethënë këtu ka ardhur situata. Pra është një opozit e përbashkuar në një qëllim të vetëm. Jo për mirëqenie qytetarëve, jo për përparim të vendit, jo për zhvillim të vendit, por vetëm në kundërshtimin e tyre ndaj Albin Kurtit. Ajo çfarë mund të them që një rekord që po shënohet është edhe rekordi për qeverisjen më të gjatë. Pra me rastin e mosvotimit të sotëm, qeveria në detyrë po besoj që nëse nisemi nga praktikat e kaluara do t'i bëj 5 vite. Pra marsi i vitit 2021 ka qenë kur e kemi marrë detyrën, po besoj që vitin e ardhshëm do të na gjej përsëri, fillimi i vitit të ardhshëm do të na gjej me qeverinë e detyrë. Unë nuk di që ka ndonjë opsion tjetër që lejon kushtetuta. Pra përveç se pas dështimit edhe të mandatarit të dytë, duhet të shkohet në zgjedhje, presidentja duhet ta caktojë datën e zgjedhjeve, normalisht besoj që do të ketë konsultim edhe me subjektet politike, por edhe me KQZ-n, në mënyrë që gjendet data më e përshtatshme. Po duhet shihen mundësitë se si mundemi që brenda transfereve, pra brenda kursimeve që kanë mbetur, apo mund të ketë teprica në për organizata buxhetore që të sigurohet buxheti i nevojshëm. Sepse normalisht që nëse caktohet data e zgjedhjeve, duhet të ketë edhe financimin e nevojshëm për të shkuar, pra për të realizuar ato.